Xhemil, e kemi pritur me padurim të mërkurën e parë të fillimit të çdo muaji, sepse kemi dashur të të ndjekim edhe në një kafe interesante, të cilën do na e shpjegosh ti. Megjithatë, më ke befasuar sepse unë nuk e mendoja që ju ishit kaq shumë të anësista. Ne në përgjithësi jemi më tepër se sa shef sot tu, dhe të gjithë ne kemi vendos. Iniciatori i këtij takimi çdo mujor është zoti Ali Pelinku, dhe çdo të mërkur të parë të çdo muajit ne takohemi që të gjithë shokët e Politeknikumit, matura 63-64, dhe ne tash do ta bëjmë si traditë që të gjithë kjo maturë edhe 66-67 do të mlidhemi të gjithë bashkë edhe do të ky është një takim relaksues i joni, që gjithë secili nga ne, mbasi ne takohemi këtu, kur largohemi ndjejmë një shplodhje, një kënaqësi, për arsye sepse është shoqëria e parë mas asaj adoleshencës tonë, që një shoqëri pa hile, po me një sinqeritet me gjë, dhe vim e rrëfim do 10 tona që kemi gjatë gjithë saj kohë. Rrim 1 orë, 2 orë, ose 3 orë, edhe largohemi duke kujtuar gjatë gjithë ditës o gjatë gjithë javës të gjithë të kujtimet tona, dhe pastaj arrim me zi e presim që të vi java e parë e muajit tjetër. Unë do doja të dija nga ju, do njëri nga ju, se kush e ka ndjekur Xhemil Taganin në skenë. Unë jam i ftuar këtu si djali i drejtorit Politeknikumit 7 Dorë, sot shkolla Ari Fult, mësuesin e popullit Gjergj Canco, dhe në këtë takime unë ndjej sikur kam baban përpara. Politeknikumi është një shkollë që u krijua në 45-ën dhe i mat drejtori të shkollë për 22 vjet rresht deri në 67-ën. Të gjithë to flasin me simpati sepse politeknikumesit janë kudo. Gjatë këtyre 22 vjetëve që i mat ka drejtuar këtë shkollë, kanë punuar si teknik, një pjesë kanë dalë inxhinera, të tjerë kanë studiuar jashtë, janë ato që kanë qenë krijuesit e katedrave në Universitetin Shtetëror të Tiranës, dhe këtu në këtë ambient, si thua shpirti dhe zemra e këtij ambienti është Xhemili. Është një tip që ka një vitalitet të jashtëzakonshëm, një mënyrë komunikimi. Kjo si duket ja jep shpirtin dhe zemrën, ja jep vetë shkolla politeknike. Me Xhemilin në vitet e para që jemi njohur shumë teknike, vazhdoi ajo marrëdhënia në gjithmonë në këndin e kujtimeve të mira, se jeta na shpërndau, por një thënie e bukur që bilema kujtoi Xhemili është sepse një kjo shoqëri që jemi këtu sot quhet shoqëri e virgjër. Po pse? Sepse pikërisht mosha kur ishim ne atëherë, nuk kishim vetëm sinqeritetin e moshës, nuk kishim problemet e jetës, që të mendoshim me qëllimet që ka jeta. Masaj njeriu kur pozicionohet për jetën, fillon drejtimin mbi bazën e karakterit që ka të fortë qëndron, dikush të lëkundër ndryshon. Mirë, po kjo pastaj erdhi në një ditë tjetër që na umbie tu, dhe ja ku jemi. Kjo është kënaqësi e madhe. Jam kurioze të di, a e keni njohur njëri tjetrin kur jeni takuar? Patjetër. Unë kam qenë konviktor, Xhemili ka qenë jashtë. Jeta e konviktit ka pas të tjera probleme, tjera halle, me atë pukrallëk që ishte atëre. Mirë po, ishte ajo kompaktësia, dashuria, ishim si një familje e vetme, dhe nga kjo konsiderate simpati që kishte Xhemili e këta të tjerët që kanë qenë të jashtëm, na bashkoi karakteri pasaj, nuk ishim thashethushe, po ishim kompakt. Xhemilin, jo vetëm që kam kujtimet më të bukura, sepse ne jemi edhe fqinj, jemi të një moshe, kemi luajtur në të njëjtën fusha me barë, por njëkohësisht kam qenë dhe një admirues i teatrit, njoh shumë nga aktorët. E fundit që kam parë Xhemilin, e ndoshta mbas asaj nuk ka luajtur më, ka qenë shtëpia në shi. Po, familja në shi. Familja në shi. Ashtu. Mund të themi gjë, loja e gjithë aktorëve ishte shumë e mirë, por hyrja e Xhemilit në sallë i dha gjallëri sallës, sepse zëri kumbushëm, i loje gjallë aktoriale, e bëri Xhemilin në të vërtet
të dorë tërkitesh nga të gjithë. Ne jemi marrë gjithë me artin, me festivalet amatore, të grupeve dërmarjeve. Edhe në Xhamilin qëtë herë e majmen, sepse shkojshim theatr që të ishim shfaqe. Plus besoj që edhe Xhamili ka dhënë kontributin në për këto grupet amatore, sepse nga gjithë artistët e theatrit, shteti çonte një përfaqësues, një regjisor, një aktor të mirë për të na drejtuar shfaqjen. Ose pjesë tjetër që më kalon vërtet për shtypje ishte pjesa prapë nga kaluara, pjesa e priftit, që më ka pëlqyer shumë. Po ke prefekti që ka marrë pjesë, tash mosha bot vetën e si më mend gjitha. Base urimet dhe hapim fund, po me që më rasti s'do mbi prapë dy herë, ti uroj shnet. Bashkë me ne, të kemi shnet, të gëzojmë gjitha këto të mira që i kemi sot. Duhet të takohemi qik më shpejt, se pa na marron voj i kanilit. Do më thëmë, pa i vim drejt fundit. Kështu që edhe neve e kemi pas parasysh të, edhe i kemi shtu radhët, po thuj se muj për muj i kemi shtu radhët. Shpirti i Xhamilit si artist bën të mundshëm takimin tonë. Më është bërë një nga pjesëtar protagonist në jetë, sepse është iniciatori i takimeve, iniciatori i dhenjes të dashurisë në shoqëri, i një klime shumë të ëmbël në muhabet dhe kështu që bëhet protagonist për gjithë takimet që ne bëjmë dhe mezi e presim që një herë në muaj, kur është takimi i radhës, të takojmë bashkërisht të gjithë, po me protagonist Xhamilin. Kjo shoqëri që unë fare bukur i quaj partnerët e mi të parë, që më dhanë shpirt, zemër, që unë të vazhdoj karierën time artistike si aktor i teatrit, pra dola nga bangat e asaj shkolle, me këto shok kam luajtur për herë të parë në teatrin e shkollës dhe i nderumi zoti Prokop Mima, që ishte regjizori i grupit amator, na spikati të gjithë dhe vinte vazhdimisht dhe krijonte grupin teatral të Politehnikumit, nga gjiri i cilës dola edhe unë. Dhe jam shumë krenar për të gjithë të shok edhe për të gjithë to që ne takohemi dhe ndjej një nostalgji të jashtëzakonshme. I falenderoj pa mas që të gjithë shokët për takimet që neve bëjmë vazhdimisht. Unë do të propozoj edhe diçka me talentin që ke, mund të inskenosh edhe ndonjë gjë në muajt e ardhshëm. Mase për mungesën që bëjmë atje në interpretim të atë. Masa e krijojmë tu. Po ju lë të shijoni kafen tuaj të fillim muajit, ju falenderoj të gjithëve dhe mirupafshim. Shfrytëzojmë një pikë të bukur të Tiranës për të folur për dashurinë tënde dhe për lidhjen me vendlindjen, me Tiranën. Unë gëzohem i herë që këtë intervistë pa jap pikërisht në vendlindjen time, që mund t'i fshat çdo gjë edhe jetën time për Tiranën. Jam në vendlindjen e stërgjyshve të mi. Këtu në fshatin tu në Mjull Bathore është origjina e familjes gjyshit tim, kurse nga gjyshja janë në fshatin Tagan të Tiranës. Dhe ne jemi rritë me një frymë dashurie për vendlindjen tonë, për njerëzit, për tiranësit, dhe unë këtë e kam përquar me sa kam pas mundësi, edhe në fushën artistike, me pjesët që më kanë dhënë, ashtu si që thash pak më parë që drejtori i teatrit Riza Hajro gjithmonë më thonë dhe Xhamil, kujdes dialektin Tiranës. Nuk jam shkput në asnjë moment nga të mirat e Tiranës, të tiranësve dhe nga dashamirësia e këtyre njerëzve fisnik edhe bujar siç janë tiranësit. Pra si ke tradhuar asnjëherë? Jo, përkundër, si unë thash mund t'i fsha çdo gjë vetëm e vetëm për mirëqenien e Tiranës, të tiranësve, për çdo gjë të mirë të bukur për Tiranën. Tani do të kërkoj t'ju emocionoj përsëri, sepse dua që të më vizatosh me fjalë figurën e nënës dhe babait. Megjithënë
emocionohem kur I kujtoj, sa herë I kujtoj, se gjithmonë ajo që të mungon, gjithmonë e kujton me nostalgji. Unë sidomos I herë për baban edhe për nënën, kam kujtimet më të mira, se çdo prind është I dhimbshëm për fëmin, I dashur, por ato ishin njerëzit më të mirë të mit, me atë urtësinë e tyre, me edukatën që na dhanë, që të duam njëri tjetrin, të duam punën, mbi të gjitha, dhe unë I kam qëndruar besnik këshillave të tyre, po ashtu unë jam djali vetëm, por me 2 motra, dhe të tre ne kemi një dashuri për njëri tjetrin, dhe çdo gjë që neve na ndodh ose do të bëjmë, neve e ndajmë të tre bashkarisht. Dhe vendimet I merrni përsëri treshe? Përsëri që të tre I marrin vendimet. Si keni arritur që në këtë kohë që është shumë e trazuar, kur njerëzit pothuajse të gjithë kanë ndryshuar, të ruani mirësinë edhe bon sensin? Unë e thash edhe më parë, Rezarta, që njeriu vetëm me punë, edhe me një ndershmëri, me korrektësi, arrin çdo gjë. Edhe neve me punë, me ndershmëri, dhe me atë edukatën që neve na dhanë prindrit tanë, neve kemi arrit deri tashti vetëm suksese edhe mirësina. Një gjë që e keni trashëguar patjetër edhe në familjen tuaj. Patjetër. Babai, pat fatin e keq që e lo babai vetë në moshën 6 mujoshe, dhe gjyshja ju përkushtu 3 fëmijëve që kishte, 2 djemë dhe 1 vajzë, dhe e ngrysi jetën bashkë me këto 3 fëmijë, dhe babai punoi fort për familjen, dhe me sakrificë shumë madhe, na rriti edhe ne, na edukoi, dhe ne tash I kujtojmë me nostalgji dhe me mirësi çdo gjë që ato na kanë lënë. O ti shpaden? Shpaden? Të haj, drejqi të haj. Nuk më pëlqejnë fare këta njerëz. Gjithë një kemi vuajtur nga të huajt. Po dale po pi një cingar. Dal! Ka gështuar beqar plak. Më trame mori mallkuar. Po mendoja për vënien funksionim të asaj makinës së re që na ka ardhur nga jashtë shtetit. Në qoftë se mendon për këtë, halal e pash. Hajde miru pafshim nesër. Miru pafshim. E kapa vera, prite! O përshpëtoj, por do t'a kape, do t'ja përdres kokën borgjezit fëlligjur. Qenë ka dhe ma që këjnë këtu. Dalipi. Dalipe! O, Dalip! Alte ka sem se nuk qenë ka zorë. Kur bje muzika tango me rështruar, si ko marri garkuar. Kur bje foks duhet kërse si kali Erevan. Ja shiko! Se pas ka marrë koka herë, more, birë, more. Me qere do t'a shpijem, po qeren ku t'a gjejmë? Ja, si kur ka ardhur mazlum Byliku. Ka gjithë javën që bluan bargderi grurin që ka marrë sëtarve për kripen. Nisim atë me demkën edhe gull. Mazlum Byliku? Jeni në vete me ju mbyllë? A ju është frikacak? Po të trembet ka edhe kështu. Mire thua. Mos naloni, esni si më parë. Po a pegojnë, ti nëmrova të 7 në balë. Mazlam, që kemi? Iq! Ikne, mos ke frikë bargder. Hajde, nëzire qerën gjade. Hajs. Në pashi perdi, me lidi të kthe. Merdi, edhe qetë, edhe qetë. Tani nuk mund të kthesh. Oj, po ku do veqër të mbyllë të... Do kthe. Ti nuk je Shën Maria. Jo, jam Shën Marigoja. Marigo më katarja. S'kam bërë ndonjë mëkat. Shën Thomaj ka thënë, pa vendor në plak, nuk besoj. Më fton në mëkat. Prova e Zotit s'është mëkat. Dala prift. Shën Thoma. Eje.
Shën thoma? Do doja të dija lidhjen tuaj me teatrin. Unë është lidhjet që pata me teatrin në Politeknikumin 7 nëntor, që është shkolla e mesme e imja, ishte dëshira e prindërve të mia, babait sidomos, që të mbarojshim shkollën e mesme, por njëkohësisht duke marrë shkollë të mesme të fitoshim edhe zanatin këtu në këtë mes, dhe u regjistruam në Politeknikum 7 nëntor, në degën mekanike. Aty ishte edhe mbasditja tematike që bëhesh në atë periudhë kohë dhe festivalet e shkollave të mesme. Ne kishim regjisor të ndjerin Prokop Mima në atë shkollë. Në kontaktin e parë që pata me Prokop Mimën, si duket i bëri përshtypje diksioni im, edhe si Tiranës, edhe më mbante gjithmonë pranë. Edhe këtu unë u përkushtova, sepse edhe ai ma joshi një gjë të tillë, domethënë për aftësitë e mia dhe dhuntin, që mbase ai e kuptonte këtë gjë dhe më mbajti gjithmonë pranë, edhe unë u përkushtova dhe çdo ditë mas dite unë shkoja në Politeknikum dhe krahas që takoheshim me shokët të gjithë bashkarisht ne aty, por edhe bëshim edhe provat e teatrit. Kjo ka qenë fillimet e Politeknikumit. Pastaj, në fund, pasi mbarova Politeknikumin, Prokopi ngulte këmbë që ti do të vish edhe të konkurosh në Institutin e Lartë të Arteve, që ishte shkolla për aktor Aleksandër Mojsiu, e atashuar brenda oborrit të teatrit, që për mendimin tim ishte gjëja më e mirë që ekzistonte, sepse ne aty kontaktuam me të gjithë aktorët e teatrit, edhe me ato që ishin pedagogët tanë, edhe me ato që nuk ishin pedagogët. Plus pastaj regjisorët që veshin pjesë të ndryshme, na merrshin ne studentët si figurant aty në teatr. Ishte si një shkollë e mirë edhe. Një gjë e jashtëzakonshme e mirë. Tash nuk jam edhe kundër kësaj që i është bashkuar Universiteti i Arteve të Bukura. Mirë, po megjithatë prapë afrimi pranë çdo institucioni, për shembull për konservatorin, të jenë pranë operës, të bëjnë mësime të ndryshme, teatri po ashtu, gjëra të tilla. Dhe unë u përgatita për konkursin e shkollës lartë për aktor, dhe aty ishte udhëheqësi artistik që do të merrte kursin në dorë, se kështu ka qenë, e merrte një pedagog edhe e çonte deri në fund, nga viti i parë deri në vitin e 4. Neve kishim një Allaj Luarasin. Ishte fati jashtëzakonshëm për ne, megjithëse ne ku i njihshim ato, nuk i njihshim, por gjëja që na bëri përshtypje neve ishte tavolina që u rreshtuan komplet kolosët, korifejt e teatrit, si Pjetër Gjoka, Kadri Roshi, Violeta Manushi, gjithë me radhë këto, Sander Prozi, këto ishin zhuria e jonë. Dhe unë konkurova, po atëherë ka qenë që mbasi konkuronshim, merrshim në fund fare, do të thënë sot konkurojshin 5 dhe të 5 të merrshin përgjigjen, notën ato aty. Unë u vlerësova me notën maksimale, ishte 10. Nga gëzimi, unë shkoj edhe lajmëroj baban tim. Ai punonte ke rrugë e Durrësit, puq me gjykatën, ka qenë një ndërmarrje këpucësh. Edhe sa shkova aty, më pa baba dhe më thot, pse ke ardhur? Unë gjithë qefe morën në qafë atë dhe i thash kështu unë konkurova për shkollën e lartë aktorëve dhe fitova. Ndërkohë, kur ai u përpiqte që të më regjistronte në universitet për inxhinierin mekanike. As si mënyrë ja bone, unë po përpiqem që të regjistroj në inxhinieri, edhe ti shkon edhe i jep konkurs për aktor. Këtu unë mbusha me vaj dhe fillova që të nxjerr lot qaj. E pas ke luajtur me babajnë rolin e parë? Po, rolin e parë fare që ishte.
Edhe hika, u largova, edhe erdhi shtatori, pastaj që filluam në shkollën e lartë për rektor. Ke qenë i lumtur gjatë kohës së studentit pikërisht për profesionin që ke zgjedhur, zoti Xhamil? Jashtëzakon, them, unë kam qenë edhe pas kam lind njeriu më me fat, jo vetëm në profesionin, por fati më ka ndjek hap mas hapi edhe në elemente tjerë të jetës. Edhe 2 vitet e para neve i bëm pranë teatrit, ashtu siç e thash, edhe 2 vitet e tjera pastaj u grupum dhe e bëm tek sala e vjetër e Teatrit Operës, që është Instituti i Lartë i Arteve, sot Universiteti i Arteve. Aty pastaj 2 vitet e fundit u bë një ndrrim mjalla që shkoi në Korçë, dhe Piromani që ishte regjizori i Teatrit Korçës erdhi në Tiranë në teatrin popullor, edhe kishim neve pedagog. Edhe pikërisht edhe që e pata të lagjes si komshi Piron, po kur u kontaktu me ne, ato aty ja bën e thotë Xhamilo, thotë, unë të kam dhënë një rol, thotë, në një dramë që po luhet, do të luhet tash në teatr. Profesori thoshu, për ne jemi hala student, po ti do ta bësh atë rol, dhe ishte një roli keqatie të gjithë dhe i Kiçoblushit. Ajo doli me sukses dhe ky rol pastaj filloi në vazhdën e roleve tjera, derisa unë u emrova aktor në teatr popullor, dhe roli i dytë pastaj ka qenë drama Shokët e Bashkim Kozelit me Aviator. Aty pata një rol kryesor, me regjizor, po thecin artistik të atij teatrin atë periudhë kohe, që ishte një nga regjisorët më të mirë të teatrit që e mbashin Pandistillu, dhe po ajo pjesë filloi nga puna, por në atë periudhë kohe neve ishte si tradite e teatrit që çdo pjesë që vehesh në skenë, fillimisht herë do të kontaktojshim me ngjarjen, ku për shembull zhvillohesh kjo, në një uzinë do të shkoshim në uzinë, të njiheshim me jetën e punëtorëve. Kjo ishte një dramë që fliste për jetën e aviatorëve, edhe kështu që u grumbulluam ne në një autobus, shkuam tek shkolla e aviacionit në Kuçov. Sa hym aty brenda, zbriti një avion, unë si çapkën që ishe në atë aty, tu e pa atë avioni, u afrova aty afër, kur doli ai piloti, ai kishte qenë komisari i shkollës, Indjeri Faribopsi. Hem tha mu, ke dëshirë të fluturosh? Amon më i thash unë. Mirë, tha njërit aty, përgatit avionin, dhe kur ti është gati më lajmëro. Aty kam fluturuar për herë të parë në jetën time, po me një avion luftarak. Mbasi bëm kontaktimet me këto edhe me studentët e Institutit Fiskulturës që ishin desante, se flitesh edhe për këtë, drama u shfaq dhe pat një sukses të jashtëzakonshëm. Dhe nga vit pastaj vishin rolet. Unë gjithmonë, jo se kam qenë njeri që të thuash, hajde se të pas ka ndjek fati, por kam qenë jashtëzakonisht punëtor, punësha, dhe në atë periudhë kohe që flite shumë, jo të rritë, jo të vjetrit, unë nuk e kam ndjerë në veten time, në mënyrë absolute atë, po përkundazi me aktorët, neve patëm një ngrohtësi, një familiaritet, për arsye sepse në mjes ne shkoshim në orën 8:30 në teatr, arrishim deri në orën 1:30 duke bërë prova, mbasdite në orën 5 deri në orën 10, pra e gjithë dita përfshihet me teatrin, me oborrin e teatrit, edhe kishim një lidhje pothuajse familjare me çdo njërin. U smunte
dikushi do t'i shkojshim ne për vizit në familje, turnet që bëjshim. Si një familje e madhe. Tamam si një familje e madhe. Regjizori ka qenë zoti i Çfaqjes dhe cili ka qenë puna që bënte edhe ju personalisht me rolin? Tash për mendimin tim, regjizori është shtylla kryesore e një spektakli. Qysh kur e merr pjesën, regjizori është i pari që kontakton me mesazhet që dramaturgu ka shfaq në veprën e tij. Plus pastaj që e merr veprën, por aty në teatri në vetveten e vet, bashkë me gjithë aktorët, skenografin, regjizorin, quhet një laborator që fillon edhe përpunohet çdo gjë, do t'i shkojë në përshtatshmëri Xhemilit roli që do të bëj. Edhe regjizori ishte një nga ajo shtylla që e shifte, tamam si ai trajneri që e ka të skicsuar komplet të gjithë të dhënat e çdo lojtari, ashtu edhe regjizori për spektaklin e të gjitha. Prandaj ai është zoti, është gjithçkaja për spektaklin edhe për suksesin. Edhe puna që bëhet me aktorët është një punë kolosale, e jashtëzakonshme, biles me regjizor të tillë që unë kam pas fatin të punoj si me të ndjerin Kujtim Spajvogli, me Mjallaq Luarasin, me Piromanin, me Pandistilun, me Drita Agollin, me të gjithë këto, ato u zhvishin vetë dhe filloshin e demonstrojshin rolin që të kishte besuar. E kështu që spektakli Dashje pa dashje do të dilte mirë kur punohesh me një dashurie, me një përkushtim, me një frymëzim të gjithë secilit që ishin komponentet e këtij spektakli. Në rolet e tua më të dashura, cilët mund të shfletonim dhe mund të ndalonim? Tash unë kam shumë role në teatr, kam një listë aty. Nuk ka vit që të mos merrsha pjesë në 3 ose në 4 premiera. Teatri gjatë një viti ka që vente 4, 3 premiera, 5 premiera, pra unë isha në çdo premierë, në çdo vend. Dhe me të thënë drejtën, edhe ai figuranti që luajsha, edhe ai është një krijim i imi si Xhemil, si aktor. Dhe nuk mund të veçosh në mënyrë absolute as a është roli i madh, a është roli i vogël, nganjëherë ato rolet e vogla që të bëhen të mëdha kërkojnë një punë akoma më të madhe që të dali më në pa. Ne për shembull në teatr, unë kam pas fatin që edhe brezi im ta shofi një aktor gjigant, Mihal Stefa, që ka luajtur Varmisin bashkë me gjithë Besim Levojën tek Hamleti. Ai 2 fjalë kishte. Po ato 2 fjalë kur i thonte sikur burojshin nga dheu aty, apo Gjon Karma për shembull ke karnavalet e Korçës me një batut. Pesi! Që thotë aty, po ishte i jashtëzakonshëm. Apo mund të veçosh Marika Kallamatën me ato rolet e saj brillante që lunte, po ja që ishin episodike, po ato i bënte dhe i qante dhe gjitha. E kështu që të them të drejtën, nuk mund të veçoj dhe të themi që luajta mbas 2 vjetësh për shembull, apo shokët e Bashkim Kozelit, i pazëvendësueshmin ke Qamil Buxhelit. Nuk mund të them që nal ky rol është i tillë. Tash në fund mund të mbesin se pyet o Xhemilo, po ai prifti që ke luajti te 14 vjeç dhëndër, thotë ke prall nga e kaluara, e ke qapo. Tash ky është
i fundit fare dhe është i freskët dhe ka mbet ajo. Të kanë preferuar regjisorët për role pozitive, role negative? Në teatr, me që ne kishim udhëheqës artistik Piromanin, ai ishte një regjisor i tillë që nuk donte t'ja dinte nga këto manovrimet e tilla, jo po pozitive, jo po negative. E rëndësishme ishte që pjesa dhe roli që të besonte, a do të ma bënte Xhemili, a do të përkushtohesh ai si regjisor që të punonte aq gjatë, regjisori të ka, se po filloi pjesa pastaj, nuk do që një rol të shkëlqejë dhe rolet e tjera të jenë të dorës dytë apo të mos kenë sukses. Dhe punonte jashtëzakonisht, nuk kishte diferencime të tilla. Unë në jetën time artistike në teatr, kurrën e kurrës nuk e kam ndjerë mbi kurrizin tim, po ashtu edhe tek të tjerët, as i ri, as i vjetër, në mënyrë absolute. I talentu apo i pa talentu. I talentu të bën punove gjithë se cili ta heq kapelen, edhe të respekton për punën që bën për gjithë ato dy. Unë në teatr, kurrën e kurrës nuk kam qenë i prirë drejt asaj që nalmër se ky regjisor apo është ashtu apo ashtu. Gjithë secili, edhe ti në rolin tat do të punosh që të dalish shumë mirë, të kesh sukses, edhe regjisori që të ka besu rolin do të punojë në maksimum që ti dali shfaqja jashtëzakonisht mirë. Flasim tani pak për emocionet e shfaqjeve. A kanë ndryshuar këto emocione nga shfaqjet e para në shfaqjet kur bëhen jo rutinë, por që bëhen një pjesë e punës? Si mendon Xhemil? Për mendimin tim, çdo aktor para se sa të hapet perdja, e gjen mundësi në një cep që të rritë shofi a është salla plot apo nuk është salla plot. Sikur salla të ketë 3 vetë brenda, u hap si pari, u hap perdja edhe filloi spektakli, emocionet për aktorin janë të vazhdueshme nga fillimi deri në fund fare. Unë fillova me një emocion të jashtëzakonshëm intervistën, nga moment këto fillon të çlirohesh, bëhesh si zot, bilës mund ta kap unë tash mikrofonin e kështu që gjithmonë e shoqëroj në aktorin këto emocionet e këto gjërat, gjithmonë. Vetëm i kthehemi me mendim, patjetër, asaj gjendje kur vërtet interpreton, futesh në rol, je para një salle që është e mbushur, nuk je Xhemili i personazhi. Ka pasur raste kur të zhdukur vetja si mbret aty në skenë, ndoshta edhe sepse ka ecur puna. Ka pasur raste, bilet në një shfaqje, studenti e vitit fundit, më lutet një shok edhe më thotë, Xhemilo, do të më presësh bileta sa do të vi në shfaqje, thotë, bashkë me gjithë fejonin. Po si më e thosh unë, hajde. Dhe shfaqja me gjithmonë po heste jashtëzakonisht mirë. Dhe ti gjete momentin tash që bëre një pyetje të tillë, pa e ditë fare këtë, dhe unë në skenë, ai ishte në radhë të parë, dhe nga që kisha kap situatën aty në skenë, i drejtohem atij, ishte edhe batuta. Ti i thash që e ndjen veten se je zot i gjallësisë, pa dil një herë këtej, kur i kam drejtuar gishtin atij, ç'ke më vlla me muja bo, dhe uli kokën, kur mbas ca minuta shoh ai si ishte bo në sallë, ishte vetëm e shoqja. Kur e takova mbas shfaqjes, mërtimi i thoshu, pse e hike? Ore Xhemila, jenë vetë ti e bone, si mund më drejtova ashtu me gishtë? Hika, tho, se kujtova se do më bëshë në një tjetër, tho. Pra, ka rastet të tilla që aktori e kap situatën, suksesin e spektaklit edhe manovron me të. Neve në ndodhshin vazhdimisht me aktor të tillë si Sulpit Tarka, që shumë herë kanë pas partner, Kadri Roshi, Bert Drenika, që ishin gjongler
të spektaklit, apo në infrashëri, që kur i kujtoj të ngrihem në këmbë për atë kontribut të jashtëzakonshëm, dhe kur e mendoj tash që ai në infrashëri, që ishte me gjithmend një aktor gjigant, ndroi jetë në një moshë 51 vjeçare, 52 vjeçare, imagjinoni tash. Edhe shumë aktorë të tjerë, si Pinderi Prokop Mima, Pjetër Gjoka, Sander Prosi, 63-64 vjeç. Kështu që këto ishin ato aktorë, ky ishte fati i jetës time artistike, që unë punova me një brez aktorësh brillant të tillë, që në bazë për të tjerët është ëndër, për mua ishte realitet dhe i kujtoj me madhe, me nostalgji. Gjithat punë që bën, gjithat dëshirë që më ndihmon, që punu me një zell të tillë për teatrin. Hajde pra flesin se ashtu kot nuk vini ju. Aha, këta s'dit kam flasin. Pse keni turpur gjatë që kishën e kam shokun? Ore, ta më duket kanë haruar vërtet flasin. Po pse qajnë burrat? O, unë që dhe i natë. Me siguri ke bërë ndonjë faqe të shau mame se ashtu kot nuk të reha. Ne nuk e kishim fjalën për kajvan. Apo lërove tokat e ndonjë tjetri? Jo, zoti Maksut. I ke vrarë qetë. As si ke ushqyrë, as si pas ke lëndë marrin frym. Do paguash edhe 5 franga më shumë. Pas ke ardhur të zësh avokat për tokën, e? Ti je avokati këti? Si urdhëron, zoti Maksut. Unë jam. Ashtu, e? Ti mëson këta se si të marrin derën e një beut në përkëmbë. Jo, zoti Maksut, ç'është ajo fjalë? Po atëherë i mëson se si të fitojnë gjyqin. Në qoftë se ligja... Shligj, more! Ligji thot. Po unë s'ta mbush sën ty? Astriti. Astriti. Hajde tash. Jo Fatri, sot ti. Si jeni mirë? Ç'kemi që këtë mbledh gjithë kështu, ha? Deri. Dgjoj. E fitojmë se Ka të sollë Fatri. Merret tash edhe haj aty. Lenat muhabeti se e dim ne atë punë. Si ne ka bërë ky shkret futboll. Ham njëri tjetrin. Arbitër! Thirrë për jashtë! Për jashtë! Ju falënderoj në emër të nënës së këtij ushtari. Po e kush tjetër do ta bënte këtë punë? Dje i bëra arkivolin dhe sot në mëngjesin nxorra të gjitha eshtrat dhe unë nisëm bashkë me gjithë mitin. Balte madhe atje poshtë. Gomari në urrëzua një 2-3 herë, me zi e ngritëm. Kush e vrau këtë ushtari? Ju apo ne fshatar tjetër? Je në vetë, ore? Pa e përse do ta vrisin? Bëjnë vaki dhe gjëra të tilla. Përse flasin kështu këto orbir? Janë të huaj këto xhaxho, kanë të tjera zakone. Po mirë më bir, po njeriu mundohet të bën gjithë këtë rrugë. E këta të flasin kështu? Mos u bëj merak e xhaj. E si mos të bëhem merak? Atë e vran ushtarët e batalionit blu. Ta di kolonelit Zin, shtatorën e 1943-shit. Po, me aktoret, me partneret, si keni pasur marrëdhëniet, relata? Unë të thash që mbas se kam qenë më i privilegjuar i fatit. Por nuk ka qenë që në i privilegj kush e di se çfarë, se atë privilegj njeriu e ka në dorë vetë dhe e jep apo e merr. Domethënë, po të respektoj do të më respektosh. Janë gjëra që reciproke. Unë fatmirësisht me aktorët e teatrit i kisha motrat e mia, që të gjitha pa përjashtim, duke filluar nga më aktorja më e re deri tek më e moshuar e teatrit, që në atë periudhë kohe ishte Maria Logoreci, Behia Çela. Kisha një afinitet me këto aktore dhe një dashuri, a thuse i kisha prindrit e mi, edhe me gjithmonë një ashtu i trajtoja tamam si prind. Behie, nën Behie i thoshon, gjithmonë Maria Logorecin, po ashtu, Violeta Manushin, me aktorët tjerë, Rozana Gnosti, Edi Luarasi, një dashni të jashtëzakonshme si aktore, si shoqe, si njeri. Ato ishin idhuj për mua si Xhemil
jetën artistike të teatrit, por edhe në jetën shoqërore që kishim. Mua po kështu më ka ndodhur edhe tash para 3-4 vjetësh kur u vu një komedie i Ilir Bezhanit, Familjen Shi, aty pata një rol, dhe ishte një komedi me shoqe. Me të thënë drejtën jam befasu me aktrimin e atyre, një talent të jashtëzakonshëm. Aq sa unë jam një njeri që nuk e mbaj, po edhe e çfaq, edhe ma Reja Xhemil të që mos flit kot të shtim në qërë të talent. Ai sa më leshi me goj hap në aftësitë të tyre dhe të them të drejtën, më vite keq që arrishin jashtë teatrit. Ato ku ti qeshti që kanë një aftësi, një talent të tillë, urdhëro, afroj dhe bëj çmos që ti kesh imazh. Pra ju jeni mendimi që po të punosh, kushdo që punon në çdo fush, kushdo që po punoj, po që i ndërgjegjsh me punën që bën, po që korrekt, po t'jetë se nuk ja ka me hile as kërkuj, ai pa diskutim e ka suksesin, e ka aty para syve në duart të veta, vetëm në qoftë se do që atë sukses ta përplasit, ta hodhi anë matonë dhe ajo do të hodhi pastaj e gjitha. Do doja t'i kthehesha sërish te emocioneve të çfaqjeve. Jeni përballur me një publik artëdashës, me një publik që besoj i ka pritur çdo çfaqje me shumë interes, me shumë kënaqësi. E cili ka qenë raporti juaj, jo vetëm juaj, po i gjithë trupës me këtë publik, dhe a ju merr malli për atë adhurim dhe dashuri të publikut? Me të thënë të drejtën, tashti mbase mund të mungoj kjo, sepse dolën edhe kanale të tjera ku publiku e gjen veten e vet për të çlodhe, për të kurse në atë periudhë kohe ishte teatri dhe kinemaja, ato të vetmet që u çlodhte, ndjente megjithënë në kënaqësinë e vet aty. Atëherë në atë periudhë kohe, siç e thash edhe më parë, që ne kur e merrshim pjesën, pjesa fliste për shembull për mbas 2 vjetër që ishte edhe Mito Xhuvanit me traktore me ato. Unë kisha rolin kryesor aty dhe na u desh neve që të shkojmë tek ferma Gjergj Dimitrov, që ishte mbas shkollës partisë aty në Laprak, dhe u futëm në oficinë. Aty u mësova traktorin. Mora dhe patentën për traktorin e të gjitha. Pra, kjo ishte që ne të njiheshim me punën, të njiheshim me personazhet që do t'i interpretojshim nesër pas nesër. Dhe ai publik kur vite, ai shifte veten e vet aty. Shishi Ademi thoshte, shif Zenelia ja dhe një pelu atë. Pra, kishte gjëra të tilla që megjithënë u shkrinshin me publikun edhe loja aktorese. Pastaj, mbas çdo çfaqje që në krijuar mundësi të tilla që dilte dhe bënte vretje edhe ai publiku mbas çfaqjes, provave të përgjithshme, merrshin pjesë edhe thoshin mendimin e tyre ashtu si e ndjeshin që Xhemili për shembull me këtë rol ka hecë në krahasim me rolin tjetër, jo kjo skenë më pëlqeu, apo batuta që shloi këtu nuk ishte e saktë, duhet ta kishte. Pra kishte vretje të tilla që i shërbenin në spektaklit. Ju ka ndodhur ndonjëherë të keni qenë i detyruar të improvizoni në skenë? Po, ka pas raste të tilla kur për momente të caktuara apo për emocione të ndryshme partneri mbase ka humbë të ruën në moment aty dhe kështu që je vënë përpara një të papritune. Prit që për shembull që thonte këtë batut, nuk e tha të batutën, e humbi vetaj aty mbet dhe kështu që duhet ta kapish momentin, duhet situatën të mos e përsërisësh që ashtu siç bëri gabim ai për shembull, që harroi ta thot atë, t'ja mshosh më tepër atij gabimit, por të shpëtosh situatën, domethënë ta kapish situatën dhe ta kapërcesh atë gabim që u bë atë në skenë. Ka pas raste të tilla, shumë ka pas.
por u kaloshin me lehtësi nga, se të thash, ishin gjongler të skenës, Pjetër Gjoka, Sander Prosi, Prokop Mima, Kadri Roshi, unë një aspekt të tregova, kapi 10 cigare, thoshun, që bë ky shumë, aq boni ai edhe i komplet gjithë emocionit. Duke u nisur nga fati që ju keni punuar me gjithë këto emra, duke vënë dhe emrin tuaj padyshim në skenën e teatrit kombëtar, do doja që t'i përmendnim pothuajse, aq sa na kujtohen të gjithë, po duke i vënë nga një tip epiteti ose karakteristike që për Xhemil Taganin ato persona e kanë pasur. Po dio, nuk për këto improvizim është e ky. Improvizim është, po për këto ka qenë e shkëlqyer Marika Kalamata. Marika Kalamata, çdo aktori i kishte gjetë atë nofkën e vet, atë epitetin e vet. Ne do e vëmë alla Xhemil Tagani me idenë që nëse themi piromani, çfarë të vjen ndërmend direkt? Ai ishte ujku i skenës shqiptare, ishte një kolos, Mihal Lorasin, që ishte një pedagog i jashtëzakonshëm, një regjisor i shkëlqyer, kujtim të ndjerin, kujtim s'pa i vogli. Çfarë të themi për kujtimin, atë e kishim më tepër se sa shok, një njeri masovik, njeri i shoqërisë, i kudo ndodhur, një punëtor i jashtëzakonshëm, gëdhite gjithë natën e natës, regjisor i suksesshëm, e gjitha. Po, në një frashëri, po, ashtu një aktor me një elegancë të jashtëzakonshme, të papame, me një diksion të shkëlqyer, kur shifshe në një frashin, ose dëgjoshe në një frashin, a thua se po dëgjon në Aleksandër Mojsiun, apo aktor të rrallë, Prokop Mima, i thosha Kopit, Florinin për Kopi thosha i vogël, po vlerën e ka të madhe, dhe ai me gjithmend, një ashtu kishte një vlerë të jashtëzakonshme si aktor. Rolet e Prokop Mimës ishin të paarritshëm, me një diksion të papam, fati im që unë e pata qysh në shkollë të mesme Kopin aty, ai më zbuloi, më tërhoqi, më ofroi pranë teatrit, me zotësinë time, fitova, ai megjithatë prap më mbante afër, e kisha më tepër se sa shok Kop Mimën. Kadri Roshi, po ashtu siç e citova pak më parë, që një njeri që s'të lete në balë në raste të tilla, të ndihmonte ta kapërceje situatën. Pjetër Gjoka, një aktor elegant, aktor i fishëm, Maria Logoreci, një nane shkëlqyshme, e dashur, me atë zonin e ëmbël, Behia Çele që të kënaqte shpirtin, Behia ato, për kushtimin e saj. Shumë aktorë të tjerë që fatkeqësisht nuk më ipet që të shkruaje, ti skalis të gjitha këto kujtime që kam me këto njerëz të tillë. Tash unë të përmendë me radhë të gjitha ato korifejt e teatrit, si Naim Frashëri, Kadri Roshi, Pjetër Gjoka, Sander Prosi, Prokop Mima, që në asnjë moment jetës time nuk mund të lë pa përmendur ato. Po ashtu nuk mund të lë pa përmendë dhe pa kujtuar prapavijën e teatrit, elektricistat, Gani Karaj, Sander Panajoti, në periudhën që isha unë pranë teatrit. Nuk mund të lë pa përmendë rekvizitierët Vera Kazazi, Marie Kondakqiu. Nuk mund të lë pa përmendur edhe një pastruese të thjesht fare që ishte aty në teatr. Nuk mund të lësh pa përmendur Nush Prendin, që ishte bileta, që të priste bileta në hyrje të derës teatrit aty. Çdo grimjorët, po ashtu, Erminikotinin, Recep Ketën, që ishte grimjore dhe parukjer, që këto kanë krijuar repartin e grimit edhe të parukerisë në Shqipëni, dash në Kino Studion, Teatrin e Operës, Teatr Popullor, të gjitha ato. Po ashtu repartin e muzikës,
që të gjitha këto nuk mund të lesh pa i përmend. Çdo sukses që është arrit në teatr, është arrit në sajt të përkushtimit edhe të këtyre që po përmend unë tash, se pa një punë të tillë, pa një punë të Shefkiçelës, të Marangozve, të Ndjerit Ali Konçi, shumë Ramazan Shtufi, butaforist që ishin ata, nuk mund të rrish pa i përmend to, sepse megjithatë arrite një sukses, po arrite suksesin bashkë edhe me të gjithë i mbështetur, edhe me këtë trup të tillë që në dukje është në heshtje, por që zjen nga brenda ajo trup. Çfarë ka qenë edhe mbetet skena për ju? Skena për mua ka qenë gjithmonë gjëja më e shenjtë. Dole në skenë, je njeri që do t'i shërbish natë për natë 700 vetëve, 1000 vetëve, 50 vetëve, a një personja, po hiç asnjë sikur me qenë përderisa ra gongu që filloi çfaqja, aty je para spektatorit, para atij që nesër do të vlerësoj, do të duart rokasja, do të thot fjalët më të mira për punën që ke bërë për gjithë. Është gjëja më shtrenjtë për një aktor. Po, themi teatr, edhe Xhamil Tagani patjetër e ka të lidhur emrin e tij edhe punën e tij kryesore, profesionin e tij me teatrin popullor, më pas u bë teatri kombëtar. Vazhdon të jetë dashuria e jetës suaj? Vazhdon që të jetë edhe pak më parë, kur folëm bashk, unë mbusha me thënë drejtën në moment për kujtimet e mia që fillova t'i shpreh, po ashtu rri, meditoj në vetmi nga i herë, kujtoj ato shokët e mi, shoqet e teatrit që kemi lujt, kemi dhënë djersën tonë në atë skenë, dhe them që është e pashlyeshme, nuk mund të thuash që ja tashti jam në pension, je në pension, po megjithatë edhe duke mos qenë aktiv, prap shpirtin edhe zemrën e ke prap aty në teatr. Ka kujtime, ka mall, ka nostalgji. Pa diskutim, ka kujtime, me mall, me nostalgji, që të gjitha këto që shpreha unë janë kujtime, janë nostalgji për gjitha të brez aktorësh të jashtëzakonshëm. Dikush po ta dëgjoj 2-3 herë më thotë, më balla Xhamil Monedi tash, po unë sa herë kujtoj, aq herë ngrihem këmbë për punën madhështore që keni bërë. Po. Sepse dhe ju jeni pjesë e gjithë këtij stafi. E ke shijuar kënaqësinë e emrit që vendosej në ato afishet të emrit tënd? Unë për veten time po e kam shijuar pa të kënaqësi, sepse të thash që çdo rol që më është besuar, çdo figurant që më është besuar, i kam bërë zmetin atij roli apo asaj pjese që më ka besuar regjizori, dhe nuk mund të them që në X pjesë ky rol që u lujt nga unë apo ky figurant që lujt nga unë nuk doli me sukses. Për këtë jam jashtëzakonisht i kënaqur. Pra, në flet volantet që është shënuar emri tim, e ka merituar që të jetë aty dhe ka pas suksesin e vet. Të ka krijuar kënaqësi. Të ka ndodhur ndonjëherë të hyj vetja në qef për shkak të profesionit? Kurrë në kurrës. Asnjëherë jo, kam qenë njeri i thjeshtë. Nuk po, me këmbë tokë, tamam me këmbë tokë, nuk më ka lëviz toka nga këmbët, as vetë nuk kam lëviz që të shkoj sande i këtej, kam qenë i vendos në ato aty dhe... Babai yt, i cili të ka bërë me qah në momentin kur ke konkuruar, i ka marrë emocionet e aktrimit tënd në sallën e teatrit kombëtar? Po. Ai mori ato emocione, e vlerësoi punën e jashtëzakonshme timen që bësha aty në teatr,
dhe këshilla që më ka dhënë babai, unë e mbaj si vath në vesh, megjithëse prap veshjen e kam të çpuar, se kam pas vath si djalë kimetli që kam qenë, djali vetëm, dhe ai gjithmonë një fjalë më ka thënë, një porosi, dëgjoj birë, ke një punë që e ke në qendër të Tiranës, që është teatri popullor. Shkon me kostum edhe vjen me kostum. Punon në një punë që s'të kap as shiu, as vapa. Prandaj sa herë të futesh në atë derë teatri dhe sa herë të dalish nga ajo derë, të vesh buzën edhe ta puthish 3 herë. Dhe unë me gjithmonë, në çdo rast, edhe kur e kam ndjerë veten që kam qenë në vështirësinë ato gjona, një atë hekurin e derës teatrit, unë vazhdimisht sa herë kam shkuar, e kam vu buzët o dorën aty dhe jam kënaq. Dhe kjo me gjithmonë ka sjell kënaqësi në jetën time, në familjen time. Tani është momenti të më rrëfeni historinë tuaj të lidhjes me atë grua që u bë më pas edhe bashkëshortja edhe bashkëultarja për shumë vite jetës suaj, e cila vazhdon për fat. Bashkëultarja jetës time quhet Diana. Në fëmijëri me mbiemrin Keta. Ajo ka trashëguar profesionin e babait vet, Recep Ketës, që ka qenë krijuesi i repartit të grimit edhe i parukerisë këtu në Shqipëri, në teatr, në kinostudio dhe në teatrin e operës. Me çfarë të goditi Diana atëherë? Me mirësinë e saj, ashtu siç ka qenë atëherë, vazhdon që të jetë, pavarësisht se nganjëherë ne edhe ne vrikosemi, por nuk jemi tolerant edhe ta vlerësojmë tamam punën e vështirë dhe të rëndë që ka gruaja sot në ditët tona. Dhe neve nga pjellë e kësaj dashurie kemi 2 fëmijë. Kam djalin edhe vajzën. Djali tashti është me profesionin jurist avokat, kurse vajza ka marrë profesionin e nënës vet edhe të gjyshit, grimjore dhe parukjere. Po Diana vet nga çfarë u godit nga Xhemili? Mbas edhe ajo nga dashamirësia që kishim për njëri tjetrin. Cilat janë karakteristikat tuaja Xhemil si bashkëshort? Ato tipare, të mirat, se ato të vështirat i din Diana. Unë të them të drejtën, jam i përkushtuar për familjen me bazën materiale, me furnizimin e familjes, me të gjitha çfarë i duhen në shtëpisë. Dhe Diana është deri tashti është rritse e mirë, një edukatore e mirë e 2 niparve që kemi, dhe ka qenë një kënaqësi e dyfisht, edhe asajt, edhe e imja, që Diana është përkushtuar dhe është marrë me 2 fëmijët e vajzës. Po si baba, çfarë tiparesh ke? Jam i qik i rrep në krahasim me të tjerët për sa i përket familjes. Jam i qik autoritar, nuk duhet që të më kaloj çdo gjë kështu lehtë. Në aparencë të paraqitje dukem njëri i butë, por e kam këtë që. Por me mirësi, me mirë kuptime, me dashamirësi. Po si gjysh? Gjysh jam shkrihe mas atyre të 3-ve që kam, 2 nipër edhe mbesën, goca e çonit, i du shumë, po ashtu më duhen edhe ato. Përkushtohem ndaj tyne. Ndjek kënaqësinë më të madhe që jam pranë.